Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha mbajti një fjalim të fuqishëm para grupit të djathtëve europian në Asamblen Parlamentare të Këshillit të Europës në Strasburg. Diskutimet për këtë samit u fokusuan kryesisht tek kërcënimet e ndryshme ndaj kontinentit, përfshirë edhe rrezikun rus, por Berisha theksoi se për shqiptarët problemi më i madh është i brendshëm. Ai nënvizoi se kartelet shqiptare të trafikut të drogës jo vetëm që kërcënojnë Shqipërinë, por kanë ndikim të drejtpërdrejtë në tregjet europiane duke përcaktuar çmimin e kokainës. Miqt folën për kërcënime të ndryshme, kërcënimin rus, kërcënimin tjetër. Për shqiptarët kërcënimi më i madh ekzistencial është droga. Një shtet narkotik nuk është vetëm një kërcënim i madh për kombin ku ndodhet, por edhe për rajonin dhe për Europën. Të dhënat e fundit tregojnë se kartelet shqiptare të drogës përcaktojnë çmimin e kokainës në të gjithë Europën. Vetëm një person, 2 persona u gjetën se në një vit kishin trafikuar 28 ton kokainë nga Paraguay në Rotterdam dhe mendoj edhe në Antwerp dhe Belgjik. Këto janë zhvillime jo pozitive, por ne po mundohemi të bëjmë më të mirën tonë. Berisha denoncoi dhe miratimin e programit qeverisës pa debat në kuvend, refuzimin e kërkesës së opozitës për mocion dhe debat për këtë program, shkarkimin e punonjësve të pushtetit vendor, ndërsa tha se qeveria ka instaluar një sistem përgjimi dhe censure. Qeveria e re dhe programi i saj, programi 4 vjeçar, u votuan për 28 minuta, mbi bazën e një skenari të përgatitur mirë, duke shkelur kushtetutën, duke shkelur gjithashtu dhe rregullat e parlamentit. Ata votuan me urdhër të kryeministrit në sallë, votuan për 28 minuta. Ky ishte debati. Kur ne si opozit kërkuam të vijë një mocion për debatin mbi programin e qeverisë, u refuzua. Të drejtat kushtetuese dhe të drejtat që burojnë nga rregullat e parlamentit të deputetëve nuk respektohen as pak.